janë fluide këto, janë shumë shpesh ti ngecesh për një... Tute fluiditeti më ripak. Martin dhe pastaj Brisida, kur pash ato geografin politike të vollave, Martin thash, oke, ju shfaq smundja e vjetër e majtës shqiptare, që hajnë njëri tjetrin me dhëmë. Po, kështu ndodh. Ka ndryshu vetëm mosha e brezave, njerëz ka ndryshu as mbiemra. Sigurisht, thelbi qëndron, ne flasim për Partinë Demokratike, ashtu mund të themi edhe për të majtën që në fund të fundit... Që për të Demokratike është rresht për një, përveç Saljani. Është në rresht për një, po kur të vi koha e qarjes pasaj, do jetë thjesht një flak kashtë dhe ky fluiditet do t'jap shkatrimin e saj, si që po ndodhë realisht në Partinë Demokratike, por lidhur me fluiditetin e gjykatës kushtetuese, unë mendoj që gjykata kushtetuese në këtë rast ka bërë një përparim për vendosjen e rregullave, sepse një shtet duhet drejtohet me rregulla dhe kur këto rregulla priqen, atëherë shteti fillon në rënje. Dhe ky është një moment për të treguar që shteti duhet funksionojë dhe këto rregulla duhet të jenë të vazhdueshëm në mënyrë që të mos prishet nga hina e shtetit dhe gjykata kushtetuese është pikërisht për të vendosur këtë lloj drejtësie dhe që duhet të jetë në funksion të rregullave të shtetit. Vetëm një gjë kam frikun për Sida, ky lloj fluiditeti që paraqit gjykata kushtetuese me vendime, pra të le të themi gjykata që ka i far temi stabilitetin qëndrimet e veta. Pavarësisht e ka patur, me thënë vërtetën. Temi sinqert e ka patur. Domethënë, kjo gjykata kushtetuese aktuale është nuk di, është si salloni Sara Stringës. Domethënë, futet një, vjen me menin e vet, pastaj e ndryshon menin rrugës, njëri futet me fallë, pastaj një antar hedh gjykatës kushtetuese, hedh gjykatën kushtetuese vet në gjyq. Kryetari i gjykatës kushtetuese që thotë për vendimin që duhet ta marrë vetë pyetësi Komisioni i Venecias, pastaj bën si e pavar, pastaj kandidon për antar të Këshillit të Bankës së Shqipërisë, pastaj deni një tjetër. Jo, më fal, pastaj marrin vesh që janë përgjithë dhe ndrojnë qendrim. Dhe ndrojnë qendrim, pra le të themi, kjo çështja mua dhe kjo me të vërtetën ta themi troç. Kjo është atmosfera gjithmonë që ti gjen korridoret e të majtës saj është në pushtet. Po sepse nuk i bashkon idealizmi edhe morali, po i bashkon interesat. Dhe që ka momenti që ti e një grumull njerëzish për interesat dhe jo për moral dhe për idealizëm, patjetër që do shohësh tjetrin si armik për ta ekzekutuar dhe për të bërë karrierë mbi kufomën e tij politike, po them. Kurse sa për gjykatën kushtetuese, edhe kjo gjykatë kushtetuese dhe personazhet që janë pjesë e saj janë produkt i kësaj klase politike, dhe i kësaj mazhorance, dhe i kësaj reforme. Po, kësaj mazhorance. Sepse po të shikosh dhe moshën, dhe po të shikosh dhe moshën, Ervini mund ta konfirmoj me që jemi të fushës, rrallë mund të kesh vende në Evropë që kemi në gjykatë kushtetuese të moshës që kemi në gjykatën të moshës, po, është skandaloze. Ajo në gjykata kushtetuese është për njerëz më elitar, të një moshe akademike të thyer. Siç ka qenë diku. Dhe tani po të shikosh dhe gjithë ka qenë 67 gjithë ata patjetër që kanë lidhjet e tyre politike sepse vijnë nga politika. Po pse ka të bëjë mosha? Se ka shumë të drejtë Brizdi. Pse ka të bëjë mosha? Më fal Brizdi, pse ka të bëjë mosha? Se ka shumë të drejtë. Se më të saj moshe ti del në pension. Ajo është maja pra? Nuk kapesh në një... Ajo është kurora, Dafina, ke kurorzuar gjithë karrierën tënde dhe mas asaj ti nuk e shet më vendimin duke thënë tani ku do iku të kap në një punë tjetër. Dy antarë gjykatës kushtetuese. Pas dy kryeministra 30 vjeç tani. Pa pra. Pa mirë dakord, nëse tjetër ajo. Gjyqtar karrierë. Mas asaj ti ikën pension. Sa për votat është pjesë e integritetit ajo që ndodh më pas me të. Ti antar gjykatës kushtetuese, do të bësh antar në mbikëqyrës bankës, apo do të bësh kryetari një kështu tjetër, institucioni tjetër mbikëqyrës. Pse se janë të reja në mosha? Se janë dhe të reja në moshë, dalin dhe mosha pas tjetër për të mosha, pra gjithë të deljet atë të deljet atë do apo s'do do të trokasësh në derën e qeverisë. Do thuash të gjeni pazar. Po pra, ja ta marrë Brizida po. Jo, dhe pastaj hyn në pazar, më kupton, nuk është se ti shkon me ti e ke qyl dhe atë vend që ke marr. Dhe që ka moment që ti e ke qyl, çdo gjë do e shohësh me atë sy, me syrin e biznesit. Nuk ka ndonjë gjë të rrallë që ka ndalë 5-3, unë mendoj që nuk duhet ta shikojmë me sy. Blesësh gjë Ska nevojë dalin 8-0. Kurse ama kur i shikon pastaj, unë mendoj që me këtë situatë pajisur që ishte dhe duke qenë që të dy palët nuk po tërhiqeshin,
edhe GKK-ja, edhe ekzekutivi, nuk kishte tërheqje mbrapa, nuk kishte reflektim ose vetë reflektim. Unë mendoj që ka qenë gjë më e dur ajo e 22 janarit. Unë si Brizit, ku ka tension të madh, përplasje të madhe dhe kështu situate, është gjë më e mirë që t'jepet pak kohë dhe të hetohet në themel si çështje. Ky është ka qenë mendimi im. Politik është kjo, ma? Patjetër politik, por mos harrojmë që gjithçka është politik. Sogol, se ti thua me drejt që është një gjykat kushtetuese që s'kuptohet mirë se nga vjen ku shkon dhe çfarë bën. Kam përshtypjen se duhet jetë objekt kaq shumë diskutime që ne kemi vërë për kaq muaj. Ai është bërë si shkalla e 4. Po sepse duket këtu vim dignitetin e këtu vim prap tek një element delikat i reformës në drejtësi që përcaktoj mekanizmin e formimit këtyre institucioneve, ku disa vinë nga parlamenti, disa nga presidenti, disa nga gjykata lartë, pra etj. Pra vinë nga shumë drejtime. Ti e kujton luftën që ka bërë Ilir Meta me parlamentin dhe me qeverinë, duke reklamuar për shembull fjala vjen kandidaturat e veta. Pra, ndodhemi një situatë ku kjo kandidatura e këto institucione janë tashmë të formsuara si pasojë e shumë flukseve që mblidhen atë tavolinë. Nëse do t'i rikthehemi atij rastit zotit Meta, ajo është aty ku është, ka mëkatet e veta etj. Edhe në politik. Po nuk mund mos thuash ama që Meta kishte drejt kur zbuloi formulën e cila ishte komplet faull dhe do të fuse dvorana në gjykatë kushtetuese. Edhe këtë duhet ta themi. Patjetër. Pra le të themi, edhe këtë duhet ta themi. Pra zbuloi faullin. Jo, unë nuk e përmend as zbuloi dikush tjetër donte dilte aty me skem caktuar. Dhe këtu dalim te ato skemat që unë i despise në anglisht. Po Meta e di se i ka bërë vetë. Patjetër. Dhe ta thash unë e hapa parantezën, thash ajo është mëkatar vetë. Por që kishte drejt që aty kapi një skem. Dhe pse duhet bëjmë, pse kjo kishte drejtësia që të bëjmë prapë me skema? Tani këtë skem dhe edhe gjithë të produkte të kësaj klase politike janë. Prandaj njeh. Skema duhet të ishte që sot kryetari, antari i gjykatës kushtetuese mund të ishte, e them seriozisht, edhe Njazi Jahu, që është 101 vjeç. 101 ndoshta mund të bëhesh ti, në Njaziu po shkon 103. 103, inshallah të ketë sa më të gjatë. Ismet Elezin 109. Ismet Elezin e tjerë, këta duhet të ishin... Edhe Zoti Omari? Zoti Omari, po. 100 vjeç. Mbi 100 vjeç. Janë 3 juristë mbi 100 vjeç. 100, po në qershor më duhet. Edhe Zoti Rustemi jetojmë shumë. Edhe Rustemi do të jetë më shumë. Edhe Rustemi është. Po mbi 90. Jo, nuk ka kaluar 100 vjeç. Jo, 100 vjeç nuk është. Por është. Dhe është mirë nga më. Si su bëm jurist. Gjimnastike truri, por juristi ati brezi. Si su bëm gjykatës kushtetuese. Por e vërteta është që gjitha unë takova zotin Zaganjori, për shembull, ish kryetarin e gjykatës lartë, që takova në bank, njeri normal, serioz, sapo kishte ide i tash, bile i tash, nuk di tema të turoje, por për mbylljen e atij gjyqit që pa drejt e zvarritën për kaq vite me radhë vunë një njoll. Gjyqi turpsh. Po ke tjetrin pra, dhe dalin këtë turpe pasaj, po ky gjykatës kushtetuese që ka turpe mbi kurriz dhe ja kanë zbuluar tuet, ja zbuloi operacioni vettingut, si ka mundësi ky dole të bënte ai gjykatës kushtetuese? Pse ai Muçi, një tjetër personazh që aty u zbulu nga vettingu, ai u zgjodh antar i gjykatës kushtetuese, i nxorën vettingun dhe e hoqën, me drejt. Ka pas shumë drejtësie problemi i vettingut në Shqipëri. Po ky si e ka ky Toska, po ky si ka më ja ke pa dosën ti Toskës si e ka? Me përgjime? Me që përplasin për përgjime, dhe ky sot është antar i gjykatës kushtetuese. Si ka mundësi? Kush e ka votuar atë? Kush e ka propozuar? Patjetër pra, të kështu para kisha. Demi nga koka. Po, patjetër nga koka të kapim. Ku është koka? Koka nuk po hersh, nuk po flet sot, po hersh. Është ajo që thamë çfarë? Po hersh sot. Thash ajo çfarë që brenda të martës, është ajo që thamë çfarë? Se duhet ta mbyllim. Karamuça, faleminderit që më sot, faleminderit Prisita, faleminderit Skënder, faleminderit Martin, ishte rrestor për sonte. Po bashkë do të shihemi më vonë tek zëri shqiptarëve në ora 22 me një sondazh që lidhet pikërisht me Dumanin. Brown, pritshmëritë e shqiptarëve për 3 vitet e ardhshme të SPAK. Shihemi bashkë në ora 22. Mos mendoj njëri që Dumani iku dhe nuk do jetë aty. Se i ka dosjet apo? Do jetë me dosje dhe do jetë, mendoj, krahu i djathtë i zotit Brav në drejtim. Sot politika shqiptare është trepolare. Në kushte krejt tjera,
kam përshtypjen se sot sërish shoqëria shqiptare, të paktën në elitën e saj, është tashmë trepolare. Që ka dy sfida. E para, të mos